Me 5.013 vota diferencë, Bilal Kasami fitoi ndaj Bajram Rexhepit në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Tetov. Kasami do të vazhdojë mandatin edhe për 4 vite të ardhshme, pasi që shumica e qytetarëve të Tetovës i dhanë mbështetje. Nga nesër ne vazhdojmë të punojmë, të sakrifikojmë, të angazhohemi që gjithë qytetarët nga Kumanova deri në Struk të kenë një jetë më të mirë dhe i garantojmë qytetarët që le që nuk kanë gabuar që alion e çuan në pension, por kanë pasur të drejtë sepse votuan kryetarët më të mirë. Rexhepi përmes një statusi në rrjetet sociale uroi Kasamin duke marrë përgjegjësinë e humbjes. Të dashur miq, gara zgjedhore në Tetov mbaroi. Qytetarët e than fjalën e vet. Unë uroj kundër kandidatin dhe i uroj punë të mbar. Përgjegjësia për këtë rezultat është krejtësisht e imja dhe askujt tjetër. Brvenica dhe 4 vite të ardhshme do të udhëhiqet nga kandidati i VMRO DPMNE-s Jovica Ilievski, kundër kandidati i tij Haqim Ramadani, i cili humbi zgjedhjet, njoftoi përmes rrjeteve sociale se nga sot është i papunë dhe kërkon punë vetëm në sektorin privat. Më herët, kryeministri Mickovski kishte paralajmëruar se Ramadani do të shkarkohej nga pozita e drejtorit të inspektoratit për veçeverisje lokale. Në komunën e Bogovinës fitoi kandidati i Vlenit Feti Abazi.